Flisni gjithmonë me krenari për infrastrukturë. Me shumë krenari. S'keni berë për infrastrukturë. Me shumë krenari. Qa ke berë? Po do më lësh flas. Fol. Ha? Do më lësh flas. Po pra. Ylli, kur ne kemi ardhur në detyrë, Shqipëria kishte një borxh publik zyrtar mbi 70%. Zyrtar. Kurse, kur ne hymë brënda, qa gjejmë? Gjejmë që të gjitha rrugët, ato rrug, me inaugurime, me daulleme, ishin rrugëve. Kompanitë e rrugëve kishin ndaluar punë, kishin fik motorat, nuk punon të asnjëri. Po rrugë Berja, rrugë e Kosovës, rrugë e kombit qita. Do fillosh prapë tani. Po jo, po... O zotri, janë bërë... Se ti e, di si e ke ullur borgjin për mua. I ke quar euron si i jeni kinesore. I jeni kines dikur. E ke marrë euron dhe e ke quar 98 lekë, edhe ke ullë dhe borgjin. Mirë më mirë, dakord, vazhdoj, po... Pazari tani. Njerëzit edhe kuptojnë... O, do bëjmë muhabet pazari në tani. Jo, nuk është muhabet pazari. Unë këtu kam bërë... O, zotri, Shqipëria sot, në të gjitha pasqyrat ndërkombëtare, është në nivelin që s'ka qënë kur, po them. Kemi rejtingun më të lartë në... Po pra, se ke dhe 12 vjetë. 12 vjetë. Po mi më dakord... Nuk të tha njeri që ti ke fjetur, 12 vjetë. Tani, do të dëgjosh për rrugët. Urdhro, infrastrukturën, më thuaj rrugët që ke mbaruar ti. Do të dëgjosh për rrugët njërë. Po. Do me thënë, ishin shqepur nga të 4 anët rrugët e Shqipërisë, rrug, inaugurime, kontrata, etj. Shqepur nga të 4 anët. Tendera pa fund nga të 4 anët për rrugët. Ore, s'ka gjithë zezë, të gjitha gjerat ata i kanë zeza. Dakor, ti qa ke berë? Po thuaj qa ke berë, o zotë? Po se ti po vazhdojmë, po thuaj tani që këta s'kan bërë asgjë. Këta që kanë ikur. Dakor. More, unë po të them... Po i quajmë zero. More, s'po them zero. Unë po të them kanë bërë dëm. Po qa dëm kanë bërë? Rrugë e kombit taj bërë. Po mi më dakord, po se s'më lëtë flasë po... Ky tuneli që ikën, që erdhe tani shpejti, se mund të vinjë edhe një orë më shumë. Dakord, të rejë. Qa të mund të rejë? Tani po, am ke thëriur mua, dakord. Mimi, dakord, tajtë. Po thuaj, po ti po të regonë që ka bërë atë të Nuk po të them që ka bërë Sali Berisha. Po pëse s'më lëtë të mbaroj? Po që shkjo alli madhë me ju, më ore, regjimi unë edhe ju s'më linë të flasë. Jo, nuk po të themi unë s'të them regjim. Ore, jeni... Se nuk je regjim. Ore, po se... Porti tani nuk mund të vishë në thuash nuk marrë do të fjallë... O zotri, ti duhet, nuk mund të vishë më të në mërëvesh të qatë këqia shka për Partia Demokratike. Po jo më s'kam një fare, po unë po të them çfarë kemi bërë ne për rrugët. Po prit më lërë të mbaroj. Dakor, vazhdo. Çfarë kemi bërë ne për rrugët? A do të di çfarë kemi bërë ne për rrugët? Urdhro. Ha? Po të shpjegoj se ku e gjetëm, që të gjitha rrugët ishin rruga e kombit, që është e vetëmja që kishte një fillim ishte mbarim, nuk ishte mbaruar, ishte dhe ajo e pambaruar. Qartë. Por të paktën ajo kishte një fillim dhe një mbarim, dhe unë e kam thënë dhe publikisht, atë po ta lë, po ta fal, më nja. Po ta lë, këtë tunel. Po e dini sa ka vajt rruga e Elbasanit Morylli? Si sa ka vajt? Hajdi sa ka vajt? Këto tuat nuk vena. Po ti ke pa 20... Po mirë më dakord, nuk bëhet shumë biseda. Nuk bëhet shumë biseda ne. Mirë, vazhdo, hajde. Edhe jerë, rrugët ishin të gjitha të lëna rrugëve. Dhe të tëra rrugët që pretendohet se i kanë bërë ata, i kemi marrë ne, i kemi bërë projektet, kemi hedhur paratë e dynjas sepse dilin nga të 4 anët bishta. A mund t'i numërojmë? Po numëros, o ke plot, se s'numërohen, nuk ku numëro, ku duash, po. Po më thuaj 5 rrugë. Ke plot. Përveç rrugës Arbrit. U hapë përfundimisht. Dhe Thuman Kashar, që unë isë për autostrat lojtë shumë të lartë dhe ka probleme. Po, ka probleme. Po dhe ti vetë ka probleme. Rrugë europiane ka probleme. Po se thot asë njeri se... Ka probleme. Po pëse qarë? Po qarë? Se thot asë njeri se ata që ne qemi oligark ti... Po qarë? Ke dhe ti kishin... Qarë ka mund, Po qarë ka mund, ajo rruga Thuman Kashar është rrugë me parat që i ka vënë privati. Të dyja, po i t'i quem në regull. Tani, më thuaj tjetër, o zotri. Këmë, të tëra. Më thuaj ti rrugë të Shqipërisë dhe të them unë kush e ka bërë. Hajde, mi numëra. Këse, atë që shkon në linjën time që ka rënja 3 herë. Kë? Atë që shkon në Kolonjë, po të them një rrugë të vogël. Edhe e vogël edhe ka rënja 3 herë. Si ka rënja 3 herë? 2-3 herë, prap ka rënë tani. Të që do bëjmë biset të shi. Atere, më nëmëro dhe 2-3 herë. A i është kantier, ka një rëshqitje, është brënda garancis, firma që
e ka për sipër, e bën, nuk i kushton asnjë që ndark taksapaguesve, çdo me thënë kjo ka rënë ja 3 herë tani. Të tëra rrugët, po të them, çdo rrugë e re në Shqipëri është bërë në këto mandate. Meri me radhë. Pjesa dërmuese popullsisë shqiptare i dashur kryeministër është Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Mbetër dhe Shkodër. Tani, por pjesa dërmuese është këtu. Ti ke thënë tani, autostrada Tiranë-Durrës u premtua që në 2013 dhe që do zgjerohet dhe ka nisur tani kanë kaluar 3 mandate dhe ka nisur tani një zgjerimi aty në fillim. O zotëri, po s'më le të tregoj s'më le të tregoj se çfarë gjetëm ne dhe se na u desh një mandat për të dalë nga gropa e borxhit dhe një mandat për të shpëtuar Shqipërinë nga kolapsi, se s'më le të tregoj se si ishte situata. Kishin bërë kontrata me një dynja kompanish, me 20% e vlerës së projektit, i kishin thënë kompanive ikni nëpër banka, merrni lek se ja u kemi, kompanitë kishin vajtë nëpër banka, dhe erdhi një moment, kompanitë spunonin, kreditet e këqija kishin vajtë 25%, ke pika ku mund të shpërthenin bankat, dhe në ndërkohë, qeveria s'paguan dhe kompanitë. Ylli, ishte prag kolapsi Shqipëria në 2013. Askush nuk e kujton dot të se nuk ndodhi. Por ama ishte prag kolapsi. Nuk ishte asnjë ilaç në spitale. Nuk ishte shkumsa në shkolla. 40 milion euro ishin që ja u kemi shlyer me këste e invalidëve. Tashi çfarë po më diskuton? Ti po më tregon mua Shqipërinë e atyre vite. Jo të atyre vite. Jo të atyre, po tregoj atë Shqipëri që më thuat i mua u rritën pensionet. Po të tregoj 100 milion eurove të cilat nuk shikojmë gjë mbrapa. Kujt po ku? Të këtyre insenatorëve dhe tjere. O e le tani se u bë çesharak me çaj 100 milion euro, nuk ka 100 milion euro, nuk ekziston ajo. Koncesionet pa numërta. Nuk ekziston. Koncesionet pa numërta. E pe çfarë tha Universiteti i Londrës për check-upin? A e pe çfarë tha? E pe çfarë tha? Komplet pavarur, pa lidhje me mua, unë se dia fare. E pe çfarë tha? Universiteti i Londrës, e pe studiusit që erdhën këtu që bën konferencën e mjekësisë, e pe çfarë tha për check-upin? Ha, e pe. Mos e kanë bërë ata. Kush e ka bërë? E ka bërë një shqiptar nga mbrapa. Unë po të them e pe çfarë thanë ata? Profesionist, profesor. Ata ishin punë vetë, s'kishin lidhje me ne fare. A e pe çfarë thanë për check-upin? Mos mendin ata në një lek aty. Po mirë, më dakord, kjo pra është historia këtu. Këtu të gjithë marrin në një lek, të gjithë bëjnë një gjë dhe prandaj do me thënë ti rrugët janë bërë, është mbushur dynjaja me, do me thënë nisesh për të ikur në Shkodër dhe mbetesh në Lezhë 1 orë e gjysmë. Dakord. Ai sa udhton nga Tirana në hyrje të Lezhës, po ja po të them, hajde të ikim bashkë nesër. Dakord. Do të bësh bisedë tani apo Jo, unë bëj, po them çashore. Tash ti. Urdhëro. Po të them mere që nga veriu. Ne kemi bërë, por si shpjegohet që Shqipëria ka shpërthyer në turizëm, si shpjegohet? Si shpjegohet? Se tashi kjo është një gjë që jam shumë kurioz ta di. Ballkani bregdetar ka shpërthyer në turizëm. Ka shpërthyer gjithandaj. Shkot e fqinjit të... E solli koha. Po fqinjit e kanë pasur, më. Po fqinjit e kanë pasur, më. Greqia e ka pasur, Malizia e ka pasur, Kroacia e ka pasur. Ne, po si. Të pyte, po te e ke berë. Po si pra e kanë bërë si, kanë ardhur për mua. Kanë ardhur për atletet e mia. Edhe vin edhe një pjesë. Kanë ardhur se jam i bukur unë. Ushqim shumë i mirë, çmime pak të ulta. Ushqimi i mirë ka qenë përpara. Jo më çmime të ulta, një pjesë të gjitha dhe vin. Vin sepse e para janë ato fasadat e mia. Rilindja urbane që hapi syrin e qyteteve. E dyta është infrastruktura. Shkojnë turistët në Vermosh, se kemi bërë rrugën deri në majtë Vermoshit ylli. Shkojnë turistët në Theth, se kemi bërë rrugën deri në majtë Thethit. Shkojnë turistët në Valbon, se kemi bërë rrugën e Valbonës. Tropojën ylli e ka transformuar Partia Socialiste, jo Bufi, që e la Tropojën si një qatë the mundë. Do të vazhdojmë. Apo si e interesuar. Rrugën Shëngjin Velipoj, kalove e pe, shko shikoje, se është shumë e bukur, se ti shkon udhton dhe ande nga veriu. Do të vazhdoj. Do më thënë, rrugën e lumit Vlorës, ylli. Ka hapur gjithë lumin e Vlorës. Nga që vjen dhe vetë nga ande, ke bërë, ke lujt fen. Ajo gjiri Vlorës që shkon shumë bukur, zbret poshtë. I ke bërë bukur ato mo, dakord. Po këtë në veri, mos... Veri, tua ju shqiptare që unë do të bej zotrin, po e fitova këtë mandat. Por ja jenë vetë apo jo? Ore, Vermoshi ku është, ma është në jugë. Po që kush vetën Vermoshi o burit e o tani kush... Po se fletë shumë? Ti po fletë më burit. Po e disa turist ka veriu. Por e ven njerëzit në Shkodër, po them. Dhe aksi i rëndësishëm është Shkodër-Sarandë.
Tiranë, dhe kryqëzor. Ori ju si në Shqipërinë, ore, thethi është... E di qa është thethi, apo e ke ide di qa është thethi? Thethi vjen disa njerëz që bëjnë këto strong, të fort, turizmin e fort. Po prandaj fitoj unë, e kupton? Prandaj fitoj unë, sepse atje në theth, realiteti është ky që i them unë. Dhe ata prandaj më votoj mua. E kupton? Atje në Vermosh, në Tamar, ke qenë në Tamar, se di fare ku është. Se di. Edhe s'kam dhe mend vetë. Po më rregull pra, ç'a them, po atëre thua veri, po ku ti thua veri ti? Gjithë rrugët e veriut i kemi bërë. Tani Tamara thua dhe thethi. Ore s'ta kemi investuar në veri, nuk ka investuar jo Bufi. Shqipëria, po s'ka investuar. Shqipëria tani në dorë thethi dhe Tamarës. Si? Dakor, shumë mirë që i ke bërë këto. Si ndorë thethi Po dhe Tamara dhe thethi janë shumë pak. More ka pika të tjera, unë po të themi, këto janë pika fundore, më Tamara është një Dhe pikë. ai tjetri, kur do të këtë rrugën e kombit, që i tha ky do bëjt kombit këtu, ai tha bjeri nga thethi. Ai që erdhi për të bërë turku. Pritja ta tregoj se e di mirë këtë histori. Jo, tha do bëj rrugën e kombit dhe e bëri këtu. Ore Shqipëria është mbushur më. Ti ke vajtur tani te thethi? Këbë, ore unë po të jap, po më the s'ke bërë në veri, po të them akset kryesore të veriut më. Në çdo qark ne kemi bërë, e di që kemi bërë 95% akses në infrastrukturë në çdo qark të Shqipërisë apo jo. Dakord, më dakord. Po ç'a si dakord më dakord? On dole tani që Tamara dhe thethi janë zhvillime të mëdha infrastrukturore. Ore ku ti thua veriut ti? Rrugët e veriut janë. Rrugët nacionale më të rëndësishmet, rrugët kombëtare, janë pjesa e parë. Po nuk bëre rrugët kombëtare, ti në theth nuk shkon dot. Po nuk shkon dot o zoti kryeminist në theth. Një sekond. Për kë flet? Flet për korridorin blu. Po për korridorin blu pra. Po një sekond. Korridorin blu e kam nxjerr unë në fushatën time dhe talleshin këta thonë ç'ishte ky korridori blu. Sot korridori blu është futur si korridor evropian. Dhe në korridorin blu kemi praktikisht të gjitha segmentet të alokuara. Do lidhe dhe kontrata i Milot Baldrenit në javët në vijim, do dali fitues do lidhe kontrata, dhe i kemi të gjitha segmentet të alokuara të korridorit blu. Po duan para, Ylli. Po pra para. Po, duan para. Duan mobilizuar para, ne po i bëjmë. Ne po i bëjmë me... Që ke idi për këtë punë? Ha? Këtë punë idi. Po më rregull pra, po kështu kanë ardhur duke u rritur mundësit. Po ç'a po? Pastaj nxehesh, pastaj po them mos i bëj incinerator, po idi. Po kush ka hedhur ke incineratorët, mor ju hedh fshat të tërve në incinerator se më çmendet. Ore nuk janë. Të ta hedhësh edhe në incinerator. Po nuk janë më para të harxhuara po them. Ato janë projeksione për 35 vjet. Nuk janë para të harxhuara më se më çmendet më burr. Tani është një fabul idiota më. Incinerator.